në kuvend ku jam emëruar plotësisht sekretari përgjithshëm. Përpara kam qenë në shtues detyre, është e vërtetë. Pastaj kur kam kam ndërheqje si sekretari përgjithshëm me detyra të plotë. Okej. A është konflikt interesi ajo sa i përket punës tënde profesionale që e ke? Ti je edhe sekretar edhe avokat. E kuptova. Jo, plotësisht nuk është në konflikt interesi. Rasti ka shkuar edhe në Komision Disiplinor të Odës të Avokatëve dhe në antikorrupsion, të dyat kanë vendosur që nuk ka pas konflikt interesi. Përndryshe unë kam shikuar këta paraprakisht, jam jurist dhe kujdesta për këtë çështje paraprakisht. Okej. Sa përket kësaj shkrese të MKRS-s drejtuar Federatës së Futbollit të Kosovës Taulant? Po, Lorek, unë siç e kam bërë atë reagim, mendoj që është e drejtë, është në interes të komunitetit të dihet e vërtetë. Domethënë, aty që ka thonë është çdo gjë që kërkohet veshligjshmëri. Fatkeqësisht apo fatmirësisht kur kam hyrë në Federatë të Futbollit, kam vërejtë që ka pas diskrepanca të mëdha në aktet juridike, duke filluar nga statuti. Në një moment kur UEFA na ja dërgoi statutin që i kishte aktual, UEFA ma dërgon statut tjetër dhe shoh që kanë ndërhyrë statut pa i kthyer procedurat. Pastaj kemi harmonizuar statutin, e kemi bërë të ri, fakt kam qenë udhëheci komplet i grupit për draftimin e statutit të ri dhe kemi pasur këtë draft që është miratu. Po, në atë draft, ne ishim në fazën finale të procesit të licencimit. Po? Dhe patëm shumë komente nga UEFA që ta janë jo demokratike disa nene të statutit. Janë kogja të rëndësishme disa nene që janë në mënyrë të shkruar në vitin 2023, ku ka dërgu edhe Federatës së Futbollit, ku i thotë që ne po ju lajmë me këtë draft statut, po brenda 6 muaj duhet të ndryshoni, të bëni me standardin e UEFA-s dhe FIFA-s, sepse janë disa nene, nuk ka shumë, janë disa që janë tërësisht në kundërshtim me qeverisjen demokratike të një federate dhe në kundërshtim me statutin e UEFA-s dhe FIFA-s, sepse një ndër to është edhe apo disa prej këtyre është janë që i ka cek edhe shkresa ministrisë. Në atë kohë ka pas një grup të përbashkët mes Ministrisë, Federatës, UEFA-s dhe FIFA-s, e cilën e bënëm në mënyrë që të vazhdohet të bëhet licencimi i Federatës. Fakt Ministria na pat mirë kuptuar pa të bë licencimin e Federatës, përkundër që ndoshta të gjitha kushtet nuk patë mundësi të plotësojmë në atë kohë. Po pastaj u bë me kusht që brenda 6 muajsh të bëjmë ndryshimet që është dashur të bëhen dhe që janë cek në shkresë për janë edhe më shumë. Që besoj një ditë mund të UEFA vetë të jap. Po edhe Ministria, ndër tjerat është edhe kjo që tani ka dallu antarësia me delegatët, Kuvendin e Federatës domethënë e përbëjnë antarë, domethënë një klub është një antar, pastaj me aty brenda vota ka 2 delegatë klubet e Superligës dhe lidhet rajonale, ndërsa të ligës parë kanë nga një delegat. Po sidoqoftë të gjithë janë një antar. Në anën tjetër, për të një ndër kushtet për të kandiduar për president në statutin e Federatës aktuale dhe të asaj kohe u patlan me sistem të kryetarit që të jenë 15 antarë të votojnë për të pas të drejtë dikush të kandidan për kryetar. Në rastin aktual ku të licencuar janë vetëm rreth 26 shtatantarë, më shumë se një kandidat